Driloni, atraksioni i njohur turistik vetëm pak kilometra larg Pogradecit, po tërheq gjithnjëherë më shumë turistë vendas dhe të huaj, të cilët të zgjedhin të kalojnë pushimet në mes të natyrës, ajrit të pastër dhe bukurisë së liçenit. Pas rikonstruksionit të plot, kjo pikë turistike është tashmë e gatshme të presë vizitorët për sezonin veror, ku fluksi i turistëve është gjithmonë i lartë, sidomos në muajt e verës. Driloni dhe fshati Tushemisht mbeten ndër institucionet më të kërkuara në juglindje të vendit. Pavarësisht punimeve që janë zhvilluar gjatë sezonit të kaluar, natyra magjepsëse, liçeni, ajri i pastër dhe bukuria e mjelmave të bardha kanë vijuar të tërheqin vëmendjen e turistëve. Kjo pikë turistike vizitohet jo vetëm nga turistët shqiptar, por edhe ata të huaj, të cilët shpesh kombinuan pushimet në Bregdet me fundjava pranë liçenit të Ohrit, duke kaluar momente të paharrueshme në Drilon. Bizneset lokale në Pogradec shprehen entuziast për arritjen e interesit. Shumë turistë të huaj që kanë parë Bregdetin zgjedhin të kalojnë një fundjavë në Pogradec, ku natyra, uji dhe gjelbërimi krijojnë një përvojë unike. Rikonstruksioni i Drilonit e ka bërë akoma më tërheqës këtë destinacion. Driloni mbetet një ndër pikat më të vizituara të qytetit, me kulmin e vizitave gjatë verës, por gjithashtu frekuentohet në çdo stin, fal klimës së këndshme dhe atmosferës së relaksuese.